ourselves alone. Mortlake Road. Give them stuff to legend. Beside the why couldn't find. Why are you so loud? And I kick No. Roel, mos u rrotullo mamush. Si mund ta thuash përshëndetje të gjithëve? Good morning. Okej, do thuash kur themon përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në videon ton, do thuash bëni subscribe. Okej. Ready, steady, go. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në një video të re në kanalin ton. Please subscribe. Pse, it was embarrassing. Ku po shkon ti tani një herë që m'je veshur kështu si një fashioniste votskët? Ikët, erdhëm. Ikën çunat të pishinë, mbaje këtë. Ne do ikim në ditëlindje unë me Alinën, çunat të pishinë. Bëj një piruet, rrotulloj një herë. O zot, hajde. Ne si gjithmonë me vonesë harruam dhuratën. Ktheva e mora, çunat ikën. Nuk e di do I gjejmë rrugës. Aty s'të kaptat. Aty. A jemi bërë meqi apo jo? Kind of? Inshallah do ketë kafe në shtëpi, se They have coffees over there. yeah, I know. Se jam për një kafe, po se di për të që këta marrë, nuk jam larg që këta marrë. Po. I can. Yes. Shumë e bukur. Tomorrow it is. British summertime. Does that mean it's tonight then or tomorrow? Oh, I don't know. No, it's tomorrow, I think. Is it tomorrow night then? Because it's so dark, isn't it? I'm on my knees. I'm tiny. Dolëm më në fund me kekëra, me gjëra. Monkey. Na vjen ditëlindje vetëm për të marrë atë çantën. Exit this way. I don't know. Ky pallati është shumë kështu. Stitch cake. Yeah, I think stitch cake. Stitch cake, edhe goodie bag. Po qaftoti tani. Alina duhet ta veshësh xhupin o mam, edhe të djeg fyti edhe Nuk më djeg, të them. të dhem, pra nga I ftoti të dhem fyti. Nuk më djeg. Çunat po na presin në kafe. Mirë mëngjes. Ka dita tjetër. Ka ndryshuar ora sot, është e diel. Është ora 7:01 tani, por do ishte 8:01. Kështu që normal çapaçurat janë zgjuar me orën e vjetër se sikur më janë bllokuar veshët, shpresoj mos të kem marrë ndonjë të ftohtë. Megjithëse mbaj mend të kem patur ftohtë, po anyway. Erdha në kuzhinën time të dashur, të nxjerr rrobat, ka tharsja, të bëj një kafe, të laj enët, edhe të mendoj që të gatuaj në një gjë, ose mbasi do marrë chicken nuggets, se sot do shkojmë në një pumpkin patch
fush me kunguj. Ju kam gjetur ato uniformat, jo, po kostumet Spider-Man edhe Alina si një witch, nuk e di, s'mbaj mend ç'është qodhi. Edhe duhet t'i bëj gati se duhet nisemi nga ora 10:30, t'jemi gati. Edhe kështu. Si fillim do bëj kafe një herë që të më hapen sytë. Are you ready to see my first drawing and then the second one? Wait. Okay. And this is what I was saying. Ready? Left to draw, and then I might give them one of them to Lila. Okej. Të lutem, a mundesh të më sjellësh një fjong për flokët se harrova ta marr? That's that I just want to. Do e bëj latje. Mommy, I'm gonna see you. Do që ti qërosh ti? Po. Okej. Mama, Kështu që no, do when I të was hash carter. prap. When I was carter. A, kur ishe 4, po. E kishe. Melon plek. Melon plek. Është bërë dhe ekspresi për t'u larë. Po prit t'i vendos në një pjatë me mjaltë, Alina. T'i vendos në një... Jam akoma këtu. Është ora 8 nga 7 pa një qeret. S'kam mbaruar akoma. Se i futa furrës që ta pastroj. Deza dhe një tjetër lavatrice. Nxora rrobat e tharses. Lava ekspresin, dje lava frigoriferin edhe kështu ikën dita në kuzhinë. Kam nxjerr ato chicken nuggets që të fusti pjek. Edhe kam një mal me rroba për të palosur, po do shikoj mund të bëj kur të vi, se nuk dua që ta kem edhe gjithë javën duke e larë e pastruar. Kam larë gjupa dje, po laj dhe tani. Me që kemi pushimin, javën e pushimit half termin. Kështu që jep, këtu jam akoma. Ri pak aty, mos lëviz pak, Alina. Come back. Go, go, go. Please, man. E I kam me vete o mami, pastaj. Jo, ne ka tuta tani. O Alina. Ja nami hier. Pumpkins, o gështenja. Erjan. Kishte gështenja. Skeleton si Alina. You can walk around for an hour and see what's inside. Skeleton. Thjesht kanë rend këtë parkun. Kanë vende këto anash. What's this? I'm not touching it. Do të marrim një kafe rion të ajo Brazilian. Everybody's wearing Find the big one. Oh, don't. another picture. I did it, but keep going. Shiko sa kungu I ke dhe atje. Ha. Look at this fire. Don't carry them, mommy. I'm too heavy. Hajde, mami. Për çfarë? Është okay, mom. Well, you have to come this way, yes.
Nami. Oh, we just get out of here and go home. Yes. Şimdilik bir şey değil. Tatil izindeyiz abi. Orada o bir şey var. Oradayız. Okay. Hani Stop taking from mine. marshmallow që bëhen aty. Edhe I bën vet. Jo, mami, I kam këtu të suflaqja që ka bë babi. Yummy. Edhe një se mbaroj letra alumin. Bad hair day. Vakten kemi diell. We're close to 100. 73 plus. This one. Yes. Hopefully alive. So we saw. Can Come on. the school train. There, look at this train. There, come see this train. There, come see this train. No. The next bus stop is closed. The next bus stop is closed. Rides on my naughty list. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Ka qenë java e pushimit dhe unë në javën e pushimit si rregull duhet filmoj më shumë se dhe s'kemi bërë asnjë ditë
që të rrim vetëm në shtëpi për shembull, kemi bërë çdo ditë diçka, por nuk kam filmuar shumë siç keni parë. Kështu që duhet të kthehem në punë që të filmoj vazhdimisht. Edhe këtë javë nuk vendosa video sepse e humba të hënën, nuk e bëra dot, edhe dua ta zëvendësoj, ta lej të vendos video të dielave, sepse kam më kollaj për editimin edhe menaxhimin. Kështu që e hëna është më vështirë se jam dhe në punë që të bëj ato editimet e fundit, kështu që të dielave do ta gjej një 5 minutë më të lirë. Kemi bërë këtë javë, po mbrëm kam pastruar shtëpinë, kam larë rroba, tharë, palosur, çdo gjë. Kam larë këtë mbulesën e divanit, rrugica e të gjitha. Është vetëm dhoma e fëmijëve që do kështu me themel, po nuk besoj që do e bëj këtë fundjavë. Edhe jemi bërë gati që unë me Alinën të dalim. Çunat kanë ikur te një shok i Erionit që ka 2 çuna. Edhe unë me Alinën do dalim, nuk e dim se ku, por do dalim. Unë i kam vënë rrugicat këtu brenda se po bie shi jashtë, i kam larë që mbrëm, po thash dhe i le dhe sot që të rinë kështu të thahen tamam, se mund të marrin aromë pastaj kur nuk lahen mirë. Edhe më duhet se s'bën një kështu që të vendos këpucët këtu mbrapa derës, se nuk e di, janë shumë rëmuj. Një e vogël që kam pas marrë është prishur. Mama të blesh në kamë. Ua, me Alina. Prit njerë se nuk e dim ku do shkoj. Si po marr një çadër me vete, edhe kemi, shikoni ju, kemi bler gjëra, kanë ardhur rrobat e tjera nga shenjë që s'ju kemi treguar. Edhe ka bler mame Onaz. Unaz, byrzylyk, varse. Edhe shikoni sa bukur është veshur, goca me fund, me çizme. Kanë ardhur erdhi fundi edhe rrobat e tjera që nuk e di kur do t'ja tregoj ose kur t'i veshin, se iku tani. Mora një çadër një ditë supermarket që ta kisha. Edhe një ditë që dolëm pastaj, edhe na tha Erioni merrni çadër se do bjeri shi, po ishte diell, tham hajde po dalim. Brenda do jemi. Edhe mora këtë çadrën tjetër në Charity Shop, ishte shumë e mirë, në fakt më e mirë se ajo që mora 6 pound në supermarket. Edhe këtë e morëm vetëm për 1.99, kështu që do e marr tani me vete, ta kemi se sa i kam drejtuar baluket edhe. Mos prishën direkt. Hajde Alina, dalim. Unë një 3 ditë këtë javë njerë kam veshur këto jeansët, se së di s'po vije rehat. Pse? Prit njerë të shikojmë si e veshur. Shtyu, andej. Ktheu, bol. Ua, njëra. Jo tani një herë, direkt sa dolëm ti. Direkt. Kam vënë thjerza që dhe i gjem gati, drek ose dark, nuk e dim, se si do përfundojmë gjatë ditës. Edhe kam zjerë dhe ca misra. Edhe shikojmë pastaj kur të kthehemi në shtëpi çfarë do bëjmë. Do humbësh ashtu. O. Këto i kemi parë herën tjetër, po tani e kanë mbushur gjithë vendin me këto të vitit të ri. Sa cute këto. That's your password. I have to look. Barove. Prit ta mbajon këtu. E shikon? A të pëlqen? O zot. Bëj një kështu, rrotulloju. Jo me atë, ha. O, nuk qen ka për ty.
Wow. Okej, hajde tani. Po shikojmë këto vatet për Alinën. Hajde. Shikoj si të ri. I bukur është, po s'do e marrim tani. Le të gjesh me çfarë do i veshësh. Ky është i bukur për vitin e ri, i thjesht. Po s'do e marrim tani. Mama, më shkojmë lart. Lart. Sa të bukra këto, çikoj pak. Edhe tjetër në veshin tjetër. Wow, sa e bukur. Unë me Alinën erdhëm në shtëpi, edhe aty mbrapa janë qa ke bërë ti Alina te muri, ndë një ngjitse që e ke hequr. Shikoj këtu mbrapa meje. Nejse. Erdhëm në shtëpi, i pat vathet që mori Alina. Duhet të largosh flokët, hiqe dorën do veshi. Ishin shumë të bukura, kishte edhe 2 palë të tjera, një si ato që i kishte dhe një me kryq, ishin shumë të lezetshme. Tani për 1 minutë. Po erdhen dhe çunat. Te Kafja Costa ku ishim, o kemi parë 20 familje shqiptare. Wow, duke vetja si kisha i në Shqipëri. Duken shumë të mira, pse vërtet Orel? Njëra qenë ka e krimbur. Super diell sot. Po dalim të pim kafen e mëngjesit. Nuk e kemi pirë në shtëpi, po dalim të pim jashtë. Hele, ha makaronat me djasti? Mos e pyet. Ai shkrihet ai se e bë me pyet. Very nice. It's like the chili. Ku po shkoj, thoni ju, në shi. Po shkoj të marr akullore. Se vura pas me Erionin që s'kishte më akullore të frigoriferi edhe ta ka. Tash okej, nëse ka, do shkoj të blej një tjetër. Kështu që po shkoj. Që të marrë dhe pak ajër në fakt, so nuk e di. Isha bërë me nerva me Relin me Alinën, kështu që Thank you. Card. po të kisha veshur atletet dhe kisha bërë një gjiro rreth e rrotull. Po jam me shapka. Kështu që të shkoj në shtëpi. Mora akullore, cheesecake, boronica, blueberries do me thënë, edhe banane. Edhe të gjitha bën 9 pound e gjysëm. Vetëm kështu, kot do me thënë. Tani, erdha këtu t'ju tregoj pak gjërat që ju thash që kam marrë të shenjë. Jo të gjitha, se nuk i kam të gjitha. Mora këtë çantën për vete. Ripin e ka goxha të shkurtër, është ajo ngjyra burgundi që është. Unë besoj që është gjithmonë in. Është e fort, nuk shtypet, si duket si kuti do me thënë. Po shumë e lezetshme për ndonjë rast. Unë nuk i preferoj me rip kaq të shkurtër, po thash për ndonjë rast është okay. Edhe mora edhe këto vathet, po prap për ndonjë rast. I shkojnë kësaj ngjyrës edhe flokëve të mia, edhe unë edhe buzët i bëj kështu. Këtë ngjyrë do me thënë, kështu që jep, këto mora për vete. Mora për Roelin, këtë golfin, u pendova që nuk mora dhe një tjetër, ka material fantastik, realisht, edhe pse është nga shenjë, është i bardh, edhe vishet në dimër, edhe me një triko poshtë, me gjinse me çfarë të duash, fantastik, e kam larë. Edhe në fakt ja mora që t'i vishte me këtë kostumin që e kishte sot veshur, është për 7 vjeç, blu i errët, ngjajnë si tuta, por janë pantallon. Edhe unë mendova se kishin push nga brenda, por jo, janë të holla si
material si kadife, i rinin shumë bukur se i kishte veshur sot. Është kostum me këtë xhaketën që kur nuk bën shumë ftohtë, mund ta veshësh se ka kështu push nga brenda, edhe sot po djersiste, me një triko nga poshtë. Ka dhe të kapuçi kështu. Edhe super. Unë prandaj e mora golfin e bardh, po të vishën në këtë kohë shumë vap me të dyja, kështu që mund t'i veshi me një triko më të shkurtra poshtë ose një më të hollë, varet sa ftohtë është, por super edhe ky. Si shenjë domethënë. Kam marrë pastaj këto jeanset kaq cute për Alinën. Nuk e di, unë nuk diqa për ato jeanset e krisura kur i vesh sa e rritur duket. Këto më duket se i kam marrë pak më të vogla, se ato tjerat i rinin goxha të lira, edhe duhet i vendosja rip. 5 vjeç i kam marrë, edhe ato 5 ishin, po mbase është prerja. Po këto i rinin shumë bukur. Edhe i kam marrë këtë fundin, që e veshive këtë zot sa bukur i rinte. Edhe pse duhet ta kisha hekurosur, ky duhet të lahet, se e ka bërë me kendi, nuk e di. Nuk është lëkur, ngjan si lëkur, por si copë sfungjer nga brenda. Por është shumë i bukur, për 1,5 pound 2 sa bëri ky. Edhe po në këtë ngjyrë ja kam marrë dhe si kjo, ta ketë për vitin e ri, por nuk e di ku e kam futur. Nejse. Shumë i bukur ky. Edhe po t'ja kisha marrë për 4 vjeç, do ishte okay, se ishte i bollshëm, po themi. I kam marrë këto gjetat, që kanë këtë fjongun këtu. Janë kështu material si deve, nuk e di. Janë të bollshme dhe këto. Edhe janë të bukura, sepse mund vishen edhe me ato që janë si aksat, që të dali fjongu. Mund vishen dhe me çizme në fund fare dhe nuk duket, po ka të zeza plot. Ose me këpuc, që janë këpuc për fustane. Alina i ka një palë, që i rinë pak të lira, në fakt po do e provojmë për vitin e ri, ose ndonjëherë tjetër, po ishin shumë të bukura. Pastaj i kam marrë këtë, është kostum, shumë ngjyrë ëmbël, shumë e bukur. Materiali okay, për çmimin që ka. Me thënë të drejtën, më ka pëlqyer, nuk është se jam zhgënjyer shumë nga Shein këto herë. Edhe ka edhe tutat që janë në këtë ngjyrë dhe vinë të gjëra në fund, por nuk e di kuj. Ajo tha i kam vendosur për t'u larë, unë i kam balosur gjitha rrobat, por nuk është se e pash. Kështu që me një triko poshtë, ose dhe golf, super duper. Po gjeta të tjetrin, u lodha duke e kërkuar, me zi e gjeta. Shikoni, është e njëjta ngjyrë me çantën time. Fundi në ngjyrë vishnje të errët. Shumë i bukur për festat e vitit të ri, madje edhe me golfin. Edhe me golfin e bardh, po kjo është i roelit, është goxha, është më i madh, domethënë nuk i bën Alinës. Edhe këto mera për Alinën, priti hap. Janë kaq të bukura. Kishte 2 fjongo edhe 2 kapse. Shumë të bukura për festa, domethënë. Edhe për gjithë vitin, po sidomos për festa. Tani më ka kapur fiksimi të fus gjëra në vintage, se kam ngelur duke hedhur, po këto për shembull janë gjunati hedhësh. Kjo është shumë material i mirë, kam larë në lavatri që kam tharë se ky kostum i Spider-Manit dhe Roelit nuk i bën më normalisht, se e kam që vjet. Është shumë i mirë. Ha mami, do më trembi babi dhe Alina, po shohin film ato, po edhe kjo Maleficent që e ka patur Alina vjet, është shumë kostum i bukur, shumë material i mirë, është nga, e ka marrë nga TK Maxx, po i Disney është. Edhe normalisht nuk i bjen më, nuk është se do e veshi më, kështu që do i vendos në Vinted.
Mbas edhe ndonjë palë rroba të tjera që janë, këto janë pothuajse të reja, ja ka bler motra në Shqipëri, po i bëjnë të vogla tani, i ka veshur 3 herë besoj, po është shumë kostum i lezetshëm. Ha, mi Alina, do më trembni? Harova t'ju tregoj edhe këtë, si kordele, po të mban dhe veshët ngrohtë, Alinës i shkon shumë, po s'don të vendoste. Shpresoj të dojë herët e tjera. Shumë e mirë ishte.